Herët në mëngjes u nisën nga Vlora për të protestuar para parlamentit. Gra dhe burra së bashku me fëmijët e tyre u dyndën duke kërkuar shpronësimet dhe jo qëra strehimi për banesat e tyre. Banorët e lagjes Kushtrimi në Vlorë nuk pranojnë që nga pronar banesash, megjithëse të palegalizuara, të shndrohen në të pastre. Ne duam dëm shpërblimin, duam lekët të ikim, nuk ka lek shteti të na jap shtëpi, të na jap certifikat në shtëpi, kaq duam ne. Ne kërkojmë një zgjidhje të urgjenshme se ne po nuk flagjum natën, se kemi frikë se mortavile skavatorët natën na prish shtëpit. Kemi fëmijë të terrorizuar. Pa më dhënë qeveria një bazë të shpronsoj ku të vete, ku të mbyte, dhe aq më tepër me lejë legalizimit për 7 vjet e gjysmë. Unë do ta dorëzoj shtetësinë shqiptare, se po më tallin. Deputetët kryesisht të qarkut të Vlorës i takuan banorët. Deputeti i LSI-s Shkëlqim Selami është angazhuar personalisht për këtë çështje. Me të mbaruar sot takimi me kryeministrin dhe me ministren, do ju informoj, po do vit ju takoj atje, jo këtu, do vej atje unë t'ju takoj bashkë të mblidhemi dhe t'i diskutojmë opsionet më të mira. Ndërsa deputetët e opozitës ofruan mbështetje duke i këshilluar që të mos u besojnë fjalëve por veprave. Mos zini bes pa par shtëpi, mos të shoni shtëpi. Kush ka dhënë bakshish e ka mbaruar shpejt legalizimin. Kush nuk ka dhënë, ka mbetur pa bërë. Tani prapë po t'i gjet. Prandaj mos e lëshoni njëri tjetrin si ai që ka bërë dhe ai që ka bërë. Merrni masat tek gjykata 1 dhe 2, ne do të vim të mundohemi të ngrëm gjithë Vlorën në protestë. Të pajisën me certifikata pronësie, të dëmë shpërbler në bazë të rregullave që ka shteti. Kaq kërkojnë këta banorë. Pranë protestuesve nga Vlora, përfaqësuesja e Ministrisë së Zhvillimit Urban kërkoi një përfaqësi të takoheshin në ministri, por pas takimit nuk doli ndonjë rezultat i ndryshëm nga sa ishte thënë. Përjashtoi kategorikisht mundsinë, duke argumentuar që ligji nuk e lejon një të tillë që të shpensoheni ju që jeni në proces legalizimi, të shpensoheni ligji përjashton këtë mundësi, duke na ofruar mundësinë e dytë. Banorët edhe para takimit ishin të irrituar, pasi me anë të një emaili kryeministri Rama u kishte kthyer përgjigje pa lëvizur nga pozicioni fillestar. Megjithëse nuk gjetën zgjidhje sot, ata u nisën drejt Vlorës për të përgatitur për rezistencë, pasi nuk do të vonoj për të ndezur fadroma.